Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni bashkëdhetarëve. Në këtë muaj të zhurmshëm të zgjedhjeve, në regjistrimet, shumë shqiptarë ishin të vlefshëm, disa prej tyre edhe tentuan të votojnë ose të regjistrohen për votë, disa tjerë janë dëshpëruar dhe kërkojnë rregullime ose sqarime të mëtejshme, të cilat do merren me kohë, sepse edhe KQZ-ja tashmë është më e qetë në shpjegimin ose ka ndërtuar dhe një infrastrukturë shumë pozitive. Por ne nuk i shkëmangemi dot përditshmes. Para pak ditësh Etleva Rapa më lajmëron sepse do të jem në Tiranë me një mision social që në fakt i kanë vënë vetes dhe shoqërisë tonë për të ndihmuar të rinjt dhe fëmijët e paaftë ose me aftësi të kufizuara. Më bëri përshtypje dhe çfarë do ishte ndihma e saj. Ishte një ndihmë shumë domethënëse dhe pikërisht sot në ditën e babait, në ditën ndërkombëtare të baballarëve, ajo bën një ceremoni të cilën do na e shpjegoj në studio. Megjithatë, kanë ftuar një nga personazhet që njerëzve, fëmijëve dhe të rinjve të kufizuar i kanë dhënë shumë pranë, me vite të tëra ka investuar, është përgatitur, është formuar duke u lodhur, është Violeta Gjoni, mësuese e arsimit special. Violet, faleminderit që jeni në emisionin Ora. Etle, faleminderit që e bëret mundur këtë takim dhe të flasim për ata njerëz që ndoshta shoqëria nuk i lë pas, por vëmendja e shoqërisë nuk është aq sa duhet. Faleminderit Artur, edhe kjo e sotmja nuk është fal meje, por është fal bashkëpunimit të shumë njerëzve që dal nga dal publiku do t'i zbulojë. Unë e shoh gjithmonë në pjesën fundore, atë që bie lajmin. Violet, pyetja që bën gjithmonë njeriu në këto raste është: keni kaq vite që i jeni përkushtuar, çfarë ju ka lidhur me këtë grup shumë të vlefshëm të shoqërisë, të vlefshëm në kuptimin social, ose vëmendje që shoqëria do t'i kushtoj? Atëherë, vajza ime është me aftësi të kufizuar. A ka një motiv personal, direkt? Personal, patjetër. Sot është 28 vjeç dhe unë kam 28 vite që përbëlitem dhe vazhdoj aktive në përmirësimin e jetesës, jo vetëm të vajzës time, por edhe të rinjve dhe të rejeve që janë si vajza. Është në fakt që të përgatitesh edhe të arsimohesh në këtë sektor, do një impenjim shumë të madh. Është një investim jo në kohë vetëm, por edhe në emocione, edhe përballja juaj me këtë ka qenë, besoj, shumë e vështirë. Patjetër. Në 2003, kur unë fillova për herë të parë punë, më desht që paralelisht edhe të bëj specializimin për arsimin special, edhe trajnime të një pas njëshme, plus familja duhej me se zbën të gjitha vëmendja nuk largohet në si moment. Vitet ikin, kemi investuar goxha. Qartë. Cili është momenti më sfidues ose më furnizues në këtë rrugtim, si mësuese me arsimit special? Momenti më sfidues është kur përpara... Edhe frymëzues, patjetër, kur përpara ke fëmijë dhe prindër që hapin sy dhe vesh në momentin që ti po e vlerëson një fëmijë, për të parë dhe se çfarë ka, për shembull, ose çfarë do ta udhëzosh, ose si do vlerësohet. Çfarë kërkon në atë moment? Çfarë kërkon, domethënë, dhe çfarë pret, pritshmëritë e prindërve, dhe ai është momenti më sfidues. Qartë, prindi është objekti kryesor emocional, kurse nga pikpamja objektit të edukimit është fëmia. Pra nga ana profesionale, ndërkohë që nga ana ime si nën, sfida më e madhe është që ka qenë, se tash sfida do t'i sfidojmë. Qartë, normal. Etlev, rinia dhe fëmijët me aftësi të kufizuar
ka një vëmendje të shtuar gjatë këtyre viteve të fundit në të gjithë botën. Ju jetoni në Itali dhe eksperiencët e Italisë janë të, do të thënë, për të lavdruar. Them për të lavdruar sepse kemi parë fondacione dhe vëmendje shumë të madhe. Mund të sjellë diçka të tillë në studio apo ke edhe atje vretje? Shiko, për publikun kjo është një temë sociale shumë delikate, shumë prekse, që të arrin në zemër, themun edhe shpesh kalon për te i zemrës. Nga Italia dihet që e gjithë struktura shtetërore, sociale, kulturore, sportive që rrotullohet rreth kësaj shtrese të shoqërisë është shumë e ndjeshme, shumë delikate dhe shumë prezente. Padyshim që dhe ka dhe raste ku mund të bëhen kritika apo pjesë ku mund të përmirësohen, por duhet të themi që vëmendja e shtetit dhe e të gjithë hallkave të tjera që rrotullohen, jo vetëm e shkollave, e shoqatave, fondacioneve, por edhe zyrave të drejt për drejta, të fëmijëve apo të rinjve me aftësi të kufizuara, kanë një shkallë tjetër zhvillimi. Unë mjafton thjesht të përmend që për të futur në punë një fëmijë, një të ri, më falni, jo një fëmijë, po një të ri apo një person me aftësi të kufizuara, ekziston një ligj apo stafat që edhe kur e bën kërkesën për punë, për shkollë, ti nga e ligj je i mbrojtur. Do me thënë, kalon gja në një stad më të lartë. Nuk ka konkurse, nuk ka... Jo, absolutisht. Ana e konkurseve është edhe për këta fëmijë, për t'i pasur të barabartë në sistemin, për mos t'i dalluar. Kurse ana ligjore është ajo që nuk i vë barriera, por e mbron. Ligji 68 që quhet në Itali, është ai që e mbron këtë fash të rish edhe i hap dyert më thjesht për ato aftësi dhe për ato specializime që ata kanë bërë. Dhe kjo është një avantazh kur ke anën ligjore që mbron këtë pjesë të shoqërisë që është më delikate dhe do më vëmendje, kjo jep edhe një mbrojtje familjeve dhe gjithë shoqërisë për të ecur përpara dhe për t'i dhënë edhe këtyre të rinjve mundësitë për të ecur si gjithë të tjerët. Violet e mora vërejtën e parë, direkt nga redaktoria, edhe më thotë jo me aftësi të kufizuar, me aftësi ndryshe. I thuaj, ku ekziston ky... Atëherë, aftësia e kufizuar është term zyrtar, pra e përmbledh të gjithë aftësia e kufizuar. Është zyrtarisht... Pra ekziston dhe nuk... Po edhe kjo aftësi ndryshe është më... Aftësia ndryshe blezë e vendos më shumë, dhe më thënë, ndukja atë nëse i theme në aftësi ndryshe. Pse është nëse ndryshe? Se unë tekstin duhet të ruem, mos gaboj. Që është për të diskutuar, po aftësia kufizuar është në bazën ligjore, aftësia kufizuar përmendet gjithkund dhe është diçka zyrtare, kështu që jemi në rregull. Gjë për të trajtuar, sigurisht. Në termin jemi në rregull. Në termin është shumë e rëndësishme. Sepse po flasim për në përgjithësi. Sigurisht, më fakti në datën 21 është dita e sindromës Down. E sindromës Down. Ne jemi 2 ditë përpara dhe sigurisht përgatiten. Ka datat të shënuara të cilat marrin vëmendje për të gjithë këto probleme? Është data 21 pra sindromës Down, është data 2 prill, dita e autizmit, dhe data 3 dhjetor që është e aftësisë kufizuar, pra e gjithë diagnozave, gjithë prandaj quhet aftësi e kufizuar. Nuk mund të thuash dita e aftësisë ndryshe. Nuk ka term, dita 3 dhjetor, dita e aftësisë ndryshe. Se ne jemi ndryshe të gjithë, po. Kjo më pëlqeu të paktën që nuk kam gabuar. Jo, je në rregull. Mundohen gjithmonë të ruajmë. Ndaj këtyre grupeve subvencionohen gjithmonë ose gjenerohen projekte të cilët të çojnë diçka më hap përpara në edukimin ose në formimin e këtyre fëmijëve. Më thuaj pak cilat janë projektet që kanë tërhequr vëmendjen tuaj ose kanë qenë vërtet sfiduese. Atëherë, unë çdo gjë që e kam filluar, domethënë e kam filluar nga vetja ime, çfarë mund të bëj unë? Diçka për fëmijën tim. Individuale. Individuale, janë nisma individuale, vullnetare, dhe pastaj kam afruar afër vetës sparin nënat që janë si unë, dhe kë kam njohur. Projekt të financuar akoma nuk kemi... Thua? Jo.
Ne jemi qendër e madhe që në 2016 që e kam themeluar bashkë me bordin drejtues dhe akoma nuk kemi një projekt që është financuar nga dikush. Pra, her pas Ministria e Punëve Sociale. Kam duke afruar afër vetës këto nëna, aktualisht për 3 vitesh, më falni, për 3 vitesh ne jemi bashkuar 2 nëna, unë e arsimi special dhe po një mësuese e edukimit fizik, po që është trajnuar nga Special Olimpik Albania, që është një organizatë që merret vetëm me sportin, e aftësisë kufizuar, për aftësinë e kufizuar, dhe jemi trajnuar dhe kemi vazhduar 2 herë në javë vullnetarisht dhe kemi afruar afër vetës edhe nënat e tjera që bashkohen dhe stërviten në fusha të ndryshme të fizike. Edhe unë mundem ishte një projekt, titulli është perfekt. Titulli është Qendra Social Kulturore, edhe unë mundem. Edhe unë edhe unë mundem. Pra e bërë titull aktiv. Pra duke dhënë mundësi se cilit për ta zhvilluar në disa fusha, në fushat të caktuara. Tani kthehemi te kjo, si ndikojnë këto projekte në formimin ose në përmirësimin e gjendjes atyre fëmijëve? Atëre normal që shumë... Sepse duhen shkencëtarë që të prodhojnë projektet, apo jo? Janë specialistë të fushave të ndryshme. Për shembull, unë para 4 vitesh e kam marrë përsëri vetë sinizmë, çfarë kanë bërë nxënësit e mi që unë i kam pas në 2003, 2005 deri në 2010. Pra ku janë sot këta ishë nxënës? Dhe kam bërë një kërkim shkencor në lidhje me këtë. E hodha si ide këtë nismë dhe programi Shkëndia më përkrau me një grup specialistësh, pra ekspert të fushave përkatëse, dhe formuam një pyetësor. Gjeta kontaktet dhe intervistova 50 të rinj. Pra, çfarë emergjence kanë dhe çfarë nevojash kanë aktualisht ato të rinj. Sepse mendoja që unë do bëj kulturën, do bëj artin, do bëjmë, ndërkohë që nevojat ishin edhe më emergjente. Nevojat ato kishin lëvizshmërinë, psikomotricitetin. Si mund të bëj një teatr kur ne kishim nevojë shumë për lëvizshmëri, për koordinimin e lëvizjeve. Dhe më doli si rezultat që ne kishim nevojë më shumë që të krijonim diçka për këtë pjesë. Ana fizike, po. Dhe pastaj bëra një kërkesë bashkisë për palestrat, për të na krijuar mundësinë e hapësirës dhe së bashku me këtë mësuesen, që jemi të dyja mësuese të shkolla 9-vjeçare Ahmet Gashi në Tiranë. Dhe morëm këtë iniciativë dhe krijuam mundësinë dhe aktualisht janë 35 të rinj që marrin shërbim. Dhe i kemi ndarë në 2 shkolla, edhe te shkolla Dhora Leka edhe te shkolla Ahmet Gashi, pra i bëm sipas mundësisë. Trajnime fizike dhe... Po, patjetër, dhe kemi pasur një përkrahje të jashtëzakonshme nga drejtuesit dhe gjithë stafi i këtyre 2 shkollave. Dhe kur bëhet fjalë për stërvitjen dhe për orën që është gjithmonë pas mësimit, duke shfrytzuar dhe palestrat dhe shkollën si qendër komunitare, u bëra si frymëzim edhe për shkollat e tjera. Pra u hap në shkollën Kosova, një nën tjetër, që ajo ka formuar grupin e vetë të nënave, që është autizmi flet, dhe po zhvillojnë edhe atje stërvitjen mbi 20-30 të rinj edhe atje. Në Itali shoh grupe edhe grupe turistik me njerëz me aftësi të kufizuara. Janë vëmendje që bëjnë projekte, gjëra, apo janë institucionet të ngritura që ndërtojnë programe e zhvillimi edhe në turizëm, edhe në anën fizike, si është. Flasim për Italinë, por në përgjithësi dhe vendet e Europës kanë një strukturë e cila fillon që nga ministrit lartë edhe duke zbritur edhe deri tek shkollat, kopshtet, për ta trajtuar këtë problematik shumë delikate dhe
vëndet e Europës dhe Italia ka dhe një anë tjetër shumë pozitive që këtu në Shqipëri, mua më vjen keq ta them, nuk shikohet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe anës private dhe publike të personave të thjeshtë. Pritet çdo gjë që këtu, siç e tha dhe Violeta, që ta bëjnë në mënyrë vullnetare vetë dhe nuk afrohen shoqatat, nuk afrohen fondacionet, bizneset e mëdha, që nuk u kushton gjë të investojnë për fëmijët, për shembull, kush ka nevojë për paterica, për karroca, kush ka nevojë për palestra dhe fizioterapi më shumë, kush ka nevojë për kontrolle mjekësore më shumë, dhe këto janë pjesë shumë themelore që peshojnë mbi kurrizin dhe shpatullat e familjeve shqiptare. Pavarësisht se niveli dhe mirëqenia dhe në Shqipëri ka filluar të ndryshojë, por duke pasur parasysh që këta fëmijë, siç tha dhe Violeta, kanë nevojë për gjërat kryesore, të lëvizin, ajo që ne nuk e vëmë kur i thuhet në mënyrën më praktike, ne na duket gjë normale, të ngrihemi në mëngjes me këmbë tona të bredhim të ikim, kur për një fëmijë apo një të ri kjo mundësi nuk është. Dhe të shikosh, për shembull, që vërtet zyra e shtetit të jep aftësinë ose të jep projektin brenda shkollës, palestrën që e ke gratis vete dhe bën atje, ku ke dhe personelin që të jep fizioterapit apo ushtrimet fizike që të ndihmojnë atë lëvizje. Por është edhe ana tjetër e shoqërisë apo dhe bizneseve që ata investojnë, kanë besim. Ka një komunikim edhe institucionet, edhe bizneset dhe individët. Kjo rrjet e krijuar në këto shoqëri europiane këtu në Shqipëri mungon. Është si dy hallka të shkuputura ku ai që bën para kujton se është i paprekshëm nga kjo lloj problematike. Të them një shprehje në studio, po kështu me një biznesmen më tha kush më kërkoi dhe unë nuk i dhash. Dhe më pëlqeu kjo, sepse ata kanë punë e tyre, duhet shkojmë ne tek ata, duhet shkojmë me kërkesa dhe të jemi pjesë e një agente të biznesit, të dhomën tregtisë, se në qoftë se nuk merren me projekte, ata nuk kanë kohë të merren me punën dhe hallet e tjerëve. Kështu që mos fajsojmë bizneset, nëse jemi tek shteti, tek mirëqenia sociale, tek aty edhe Ministria e Shëndetësisë kam përshtypjen që mund të ankohemi. Kurse për individët dhe bizneset, sepse është bërë e udhës ose e përditshme, shahen ato që nuk kanë kohë të merren me punë të tjera. Unë e kam parasysh që këtu duhet të dali ana pozitive dhe në një farë mënyre jam edhe dakord me këtë. Edhe mund t'i shash, por them dua të justifikoj sepse shpreha atij më çarmatosi. Kush erdhi edhe nuk mori, tha. Kush më kërkoi? Kurse unë jam mësuar andej që të them që një gjë që duket, nuk ka nevojë që unë të vi ta kërkoj, kur ti e di që ajo gjë specifike ka nevojë për një diçka. E kanë me qindra vite biznesin, ne kemi 30 vjet. Prandaj thash që atje janë një hap më përpara dhe e kanë krijuar. Jo se atje është krijuar brenda ditës, janë dashur atje dekada dhe çdo gjë ka lëvizur. 30 vjet dhe këto lëvizje janë shumë të vona, janë më pak se 30 vjet. Janë të brishta akoma në Shqipëri. Janë të brishta dhe ndoshta duhet përqendruar, po të kthehemi edhe tek ajo çfarë do i kërkojmë edhe mesazhet. A kemi ne histori suksesi tek këto projekte, tek ana fizike, tek maratona, tek këto objekte që ju i keni orientuar këto individ? Shumë suksese ka. Unë paktën jam munduar që thashtë prek aty ku është e nevojshme, sepse ka projekte, ka organizatat caktuara që merren jo me sportin, jo me diçka tjetër, por janë projekte. Që do të thotë, mund të jetë 2 mujor, mund të jetë e shumta 6 mujor, po këto ka nevojë për shërbime. Shërbimi është i përditshëm, që ai fëmijë të ndryshojë. Ne kemi pas shumë raste suksesi. Llogaritë një fëmijë që nuk di ta kap topin me dorë, nuk ka të koordinimin e duar dhe sot bën kosha. Koordinimi është shkencë vetë që duhet aplikuar te ata. Po, dhe sot bën kosha basketbol. Është sigurisht një zhvillim i zhvillim. Dhe jo vetëm ai, por shumë të tjerë. Ose ka qenë diçka
kur kemi festivale, për shembull na kanë ftuar që të performojmë me diçka festivalin e fëmijëve. Përshëndes zonjën Mimoza Mervlani, që çdo festival na bën pjesë. Dhe ishte sfida më e madhe që unë do bëja një koreografi këngën Duje të Albina Kelmendit, dhe ishte diçka shumë emocionuese. Mbasi kontaktova me të dhe i thash, a mundesh të na bësh një përshëndetje, me qenë se ne kemi zgjedhur këngën tuaj. Dhe në festival futet live dhe përshëndet gjithë fëmijët dhe nënat, dhe kishte emocioni pa parë. Dhe sfida më e madhe aty ka qenë se ne fëmijët dhe të rinjt i kemi me 2-3 diagnoza. Janë shumë të vështirë. Dhe prandaj kur sado pak të përfitojnë, për ne është fitore madhe. Është një emocion i përpër. Prindrit janë sfidantët kryesorë. Po. Emocionalisht, investimi tyre, që është, dhe prania e shtetit tek ta shumë e vogël, pak të nga përpame financiare. Atër nga eksperienca ime, thashëm po bëj 28 vjetë, që po lëboj dhe po ka ndryshuar si nata me ditën, pavarësisht. A ka ndryshuar? Ka nevojë prapë për përmirësim, po ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar, ka. Sepse unë e merja vajzën nga Lapraka, ish fush aviacionit, dhe s'kishte qendër tjetër, ishte në mbas ambasadës amerikane, qendra zhvillimit, dhe të them të drejtën, në atë kohë isha dhe pa punë, dhe më mungonin 200 lekë të vjetra në xhep që të merja urbanin. Dhe merja vajzën nga ndi, në krah, vajza rrite çdo ditë, dhe që për çdo ditë në qendrën e zhvillimit. Pra ka ndryshim si për përmirësimin e jetesës gjithëve. Tani është gjunall, edhe prindrit kanë kushte, pse mos kërkojnë. Shërbime ka, mos privat, në shtet, edhe në shtet, ka qendra multifunksionale, ka shërbime, ka, do të thënë, pra ka shumë, po mendoni se ka mundësi të bëjnë ndryshime që do kenë efekt direkt? Ka nevojë për përmirësime që të shtohen, po. Ka nevojë për përmirësime. Sepse e gjithë vëmendja është përkushtuar edhe në Tiranë. Po në rrethe ka nevojë edhe më shumë. Për rrethe do të pyes, sepse Etlev, e thash në fillim që diçka më thej që duhet të jem tek fëmijët në nevojë dhe me aftësi të kufizuara. Realisht për çka ka ardhur? Realiteti për çfarë kam ardhur unë sot, përveç motiveve të ndryshme të punës, por ka qenë që e kemi mbajtur sekret dhe e kemi biseduar me Violetën javë më përpara, për t'ju afruar kësaj dite sot që ishte festa e baballarëve, ashtu si e thatë edhe ju, shpesh dhe me të drejtë kujtohen nënat, gratë, vajzat, motrat e të gjitha. Por unë jo për mos të qenë feministe apo maskiliste, baballarët kujtohen shumë rrallë, për mos të thënë asnjëherë. Edhe nga bashkëshortet, nga motrat, kujtohen shumë rrallë. Rrallë shikohet që një grua t'i çoj një burri një dhuratë apo një lule dhe t'i thot gëzuar festën. Sot, unë ku kam qenë nëpër Tiranë, të gjithë janë habitur, kam thënë nuk e dim. Dhe duke biseduar me Mua më Letë... shkruanin është në Majer, Ture ke gabim. Jo. është i babait. Dhe kur kemi diskutuar me Letën, duke qenë se unë nuk e kam babain tim, edhe nuk jam e atyre skemave të vjetra për të shkuar e për të bërë kujtimet atilla, thash unë duhet ta kujtoj në një mënyrë speciale, siç e kam bërë gjithmonë për vit, por këtë vit thash duhet ja kushtoj fëmijëve special. Unë nuk i kam quajtur asnjëherë Leta, e di shumë mirë, unë si kam quajtur as ndryshe, as kështu, as ashtu. Për mua ata janë special, në botën e tyre speciale na dhurojnë ne një horizont tjetër. Një ledhatim që se kanë marrë të tjerët. Absolutisht, asnjëherë njihemi prej vitesh dhe unë gjithmonë ata i kam quajtur, ju jeni special të zemrës time. Dhe mendova që me një gest të vogël, të organizuar jo vetëm nga mua, por qendra ishte Leta, shkolla e saj, i gjithë stafi, i mësuesve, i prindërve, i fëmijëve që morën pjesë, drejtoresha e shkollës Dhora Leka, artistja që punoi një surprizë për ata fëmijë, zonja Kadife Karriqi, do me thonë, u mblodhën pjesë të vogla, të grave dhe nënave,
nuk duhet të presim që ta kemi një plagë në trup për të shëruar plagën e dikuj tjetër, them unë. Dhe mjaftojnë nga një herë gjeste dhe të vogla. Të bëj një pyetje tjetër. Kjo është festa. Po e shoh që ju keni miqësi me Letrën, me ata fëmijë, me kështu. Pse i ka që përkushtuar në këtë drejtim? Nëse Violeta ka një histori personale. Atë që thash pak më përpara, unë nuk duhet të pres të kem një plagë në trup, apo në familje, apo në një... Qartë. Që të vete të kuroj, apo t'i them dikujt atë dhëmbë, ose aty ku të dhëmbë si mund të ta letësoj. Më falë, e të leva gjithmonë di çfarë bën. Ose diku... Ndikon me atë që bën. Në para 3 vitesh kemi bërë maratonën e parë në Rom. Në Rom? Po. Dhe kjo është nismë që është marrë. Ata djemi vajzë kanë shkuar në Rom. Po, kanë sfiduar, po. Edhe e të leva bashkë me miqtë e saj, kanë ardhur nga qytetet e largëta të Italisë, me flamurin kuqezi, se ne kisha përgatitur një performancë përveç se do garonim, dhe kur futën në skenë, ka qenë diçka madhështore pa përsëritur, sepse kisha përgatitur vetë me këta të rinj të Vallën e Rrugovës, me veshje tradicionale, dhe janë ngritur gjithë salla. Ajo ka qenë një emocion i papërshkruar në Rom. Kjo është e të leva. Shumë falenderoj për këtë vëmendje. Ajo që dihet në këto momente që ata kanë përmirësime, dikush ka tentuar gjithmonë të hapen dhe vende pune enkas për ta, me njerëz që të paaftë të ketë vende pune, edhe ne në televizion jemi detyruar të kemi me një shifër, nuk e di, 1% a 2% që janë vende të dedikuara për ta. Janë bërë për brezat e parë, janë bërë për punë të ndryshme. Atëherë, s'pari vajza ime është në punë. Bravo. Vajza ime është punon në post, ka dhe këtu struktura të leva. Do shta s'ke shumë informacion, kemi edhe këtu, kemi bërë ndryshime edhe këtu. Janë zyrat e punësimit që vlerësojnë dhe të rinjt me aftësi të kufizuar. Vajza ime pra punon në post, ka mbaruar fakultetin në Universitetin Bujqësor dhe aktualisht punon. Jo vetëm ajo. Kur bëra unë pyetësorin, kishin shumë të rinë nevojë edhe për kurse profesionale. Dhe nuk e dini që këto kurse ofrohen edhe gratis. Dhe në atë kam bërë goxha puni, kam orientuar, kanë bërë kurset profesionale dhe sot kam mbi 10 të rinë që janë në punë. Sepse ka dhe organizata të tilla që merren vetëm me punësimin e të rinjve me asit kufizuar. Pra, është një infrastruktur për të vlerësuar. Po. Jo thash që ka shumë ndryshime, me qenë jam gjithë kohës non-stop brenda. Sigurisht, informacioni nga ju dhe marrim. Dhe kështu. Shumë interesante. Në qoftë se ata punojnë, në qoftë se ata merren me aktivitete, aq aktivitete vrapime nuk bëjmë as ne, as shkollat 8 vjeçare, ose të mesme, nuk i kanë këto aktivitete, përkushtohen të ajo që mund të bëjnë, pra jeta atyre ka ndryshuar, dhe tashmë aq më tepër që vajza dhe shumë miqtë e saj janë në punë. Ne kemi përgatitur kampion. Ne kemi përgatitur, ato kanë sfiduar në maratona të ndryshme, në tani së fundmi, në ski, pra organizata speciale olimpike Albania. Me këta të rinj që stërvitin çdo ditë te këto palestra, i stërvisin edhe vetë ata, kanë marrë medalje ari. Pra, ishën nxënësit e mi, njëri në Gjermani vjetë, mori prapë medaljare në peshëngritje. Pra, janë këta të rinj që vinë marrin shërbimin. Janë këta të rinj që vinë marrin shërbimin. Nga këta që marrin medaljari, i mbani mend fillimet e tyre? Absolutisht. Ka ndryshime kolosale? Si nata me ditën, absolutisht kanë. Atëre, vëmendja e bie që ato i kthen në jetë. Fiks, është shumë e vërtetë. Jo ndryshon jetën kaq, sikur një fëmijë, jo 35-40, nuk e mbaj mend sa fëmijë dhe të rinj që ka. Edhe prindit lehtësojnë, besoj? Shumë. Unë nuk e mbaj mend sa të rinj dhe sa ashtu. Sa nxënës, ishën nxënës, pra vetë fakti që do bëj diçka për këto nxënës dhe ishën nxënës. Dhe sot kënaqem kur shikoj arritjet e tyre. Çfarë do i kërkojë shoqërisë për krijimin e kushteve të tjera ose sensibilizim,
mbështetje për këto nëna. Nënat nuk janë, këto familje nuk janë për mëshirë, asnjë s'është për mëshirë. Sigurisht. Thjesht mundësi. Jepja i mundësi, për shembull, të më thoje para 4-5 vitesh që vajza ime do futej në punë dhe unë thosha se dia do jetë aftë apo jo. Pra, sot e bën. Ajo hedh të gjitha adresarit në kompjuter dhe hedh si kolegja. Pra, i ka një aftësi. Me qenë se më the updatimin e saj me teknologjinë e re, janë afër telefonit, afër teknologjisë, sepse një pjesë e tyre mund mos kenë koordinim lëvizjesh, por mund kenë njohuri ose po, në fushat e saktuara. cilësi. Po, fushat saktuara? Kanë. Shumicat kanë shumë të këtë punën e inteligjencën, po, të shfaqura. Futet edhe inteligjenca artificiale? Jo, bravo. Patjetër. Po, duke pas shumicën e kohës para saj, para telefonave, para... Ata janë updateuar. Janë, vajza ime e dinë më mirë se unë. Të gjithë punimet e mia të masterit, të gjitha mi ka hedhë në kompjuter, me dërgonte me email, po. Dhe vetëm me merrte në telefon, po mbarova mam, kaq. Ndërkohë që ishte kjo punë para shumë vitesh, as unë nuk dija aq mirë në kompjuter. Atëre, ajo që më duhet ose të them, ka ndryshuar diçka në jetën tuaj, po flas edhe për Etlevën, edhe për ka ndikuar diçka në kjo atmosferë që ke investuar prekosh? Ka ndikuar, domethënë, edhe për mirë sigurisht. Sigurisht për mirë. Ka ndikuar për mirë. Po nga një anë tjetër, edhe shkëputja në thojza, edhe nga gjërat e tjera, sepse nuk do jesh më për shumë gjëra. Kemi shumë, si me thënë, sebebe, që ti ndoshta s'je pjesë, ose të afërmit, familja, nuk je gjithë... Ke humbur diçka sociale? Gjithë, po. Sepse që ti ke një sebeb, një të afërmit dhe ti je zënë, dhe në moment që du ta bësh një telefonat, për shembull për diçka të caktuar, qoftë për mirë, qoftë për keq, tash jeta kjo është, ti e ke kap shumë e voneza të pjesë i marr. Unë ke humbur diçka nga jeta juaj? Po që më kanë mirë kuptuar, sepse i ka marr pastaj më vonë. Çdo gjë do kohën e vet, do përkushtimin e vet. Jo se i kam lënë pas dore, por që diçka e di që nga rreti familjar, ka ngel pak si... Etlev, por juve ju ka dhënë diçka më tepër, sepse kur merr emocione nga puna sociale, ose nga ndikimet sociale, janë disa fish të ruajtur, të sejvuar tek njeriu, apo jo? Emocionet nuk kanë asnjëherë të paguar, nuk mund t'i vësh në një kandar. Nuk i ndryshk koha, nuk i ndryshon. Emocionet ashtu si të vinë nga këta fëmijë, nga këto bashkëpunime. Janë kujtime që shoqërojnë me emocione. Emocionet si të vinë nga bashkëpunimet edhe me nënat, kur shikon sytë e tyre në radhë të parë. Kur shikon për krah që ke mike dhe mikesha që i ndajnë hallet, i ndajnë problemet, por i ndajnë edhe arritjet me ty, edhe kritikat i ndajnë me ty, kjo të jep atë që ndërlidh në jetë për një të ardhme, thua të bësh mirë kushton pak. Ajo është si e koncepton dhe si e formatuar. Je formatuar në mënyrë tillë me sakrificën, dhe sakrifica është e pranishme dhe nuk të bën përshtypje. Jo, prandaj tash sfidat i kam sfiduar dhe nuk. Sfida është ajo. Megjithatë, sfida më e madhe është vazhdimësia. Kjo është vërtet. Ajo është vazhdimësi dhe në moment që objektivi juaj nuk ka fund, se pa limit. Është vërtet. Dhe përmirësimi i tyre është vetëm e ardhmja. Pa limit këtyre fëmijëve, sepse këtë bëje ortak nga meqense kamerën e keni, këtë bëje, këtë ftoje, meqense ne jemi tashmë në diasporë, po na shikon, po ndjek këto Etleva shpjesë e diasporës dhe vëmendjen që ka, nëse do të duaj dikush të dëgjonte fjalën tuaj, mund t'ia thuash direkt në kamerë. Çfarë do i kërkoje? Bashkëpunime do kërkonim, pse jo investime për këtë target group, sepse ne po punojmë gjithkohës vullnetarisht. Unë, për shembull, e kam nis nga fëmia im, nga nevoja e fëmijës tim, afër shkollë, afër banesës,
Pra, janë shumë të rinj që vinë nga shumë largë, vinë edhe marrin shërbimin. Dhe nëse ne kemi mundësi më shumë, hapim shkolla, palestra dhe më shumë. Qartë. Atë pyetje që nuk e bëra, që fakt e ruajt e solla në përgoj, por janë zvogluar numri apo shtuar? Fatkeqësisht janë shtuar. Mos më thuaj. Fatkeqësisht janë shtuar, po. Janë shtuar. Shumë. Një shoqëri moderne kthehet gjithmonë në defektet e veta, nuk ndikon dot. E vështirë. Pak vështirë. Atëherë Hedlev, unë me që se pjesë e diasporës dhe unë do të falenderoj për mundësinë që më dhe, nuk e di se që do bëj edhe unë për ta bërë sa më mediatike këtë kauzë dhe për ta çuar tek e gjithë diaspora, nga Alaska deri në Australi, do ishte shumë e rëndësishme edhe të dim çfarë t'i kërkojmë. Të shkojmë tek ata me kërkesat që i duhen diasporës. Ata nuk e kanë problem t'jenë, sepse ata bëjnë ndihma me miliona euro, por nuk din ose nuk orientohen se ku. Edhe duan një garanci. Drejt për drejt nga ky emisioni juaj është, kur i thuhet, pasqyra më e mirë për t'i bërë thirrje diasporës dhe diasporës në kuptimin e plot të fjalës, duke sjellur bashkëpunime, siç tha Violeta, duke hapur shembullin e mirë, duke pasur besim në organizata serioze që punojnë konkretisht, sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e diasporës, duke pasur parasysh që edhe shkëmbimi i eksperiencave, teknologjive të fundit, programeve të ndryshme, ndërthurja, duke edhe i ftuar jashtë Shqipërisë. Për shembull, ka qenë një rast ku Violeta, si një nga mësueset më specialiste, ka qenë e ftuar në Itali, në Open Day të Dinamo Camp, që është një nga fundacionet dhe një nga qendrat më të mëdha në Europë, që trajton këta fëmijë dhe këta të rinj, dhe atje që e komplet një panoram tjetër. Atje ndodh, po çfarë mund të bëjmë ne? Diaspora duhet të jetë më prezent, por ne duhet ta orientojmë drejt personave, shoqatave dhe institucioneve që janë serioze, japin garanci, nuk shpërdorojnë besimin dhe lekun e diasporës. Kjo është ajo kur i thuhet segmenti perfekt që mund të vihet. Do t'ju falenderoja pafund. Do falenderoja që më krijove mundësinë, do falenderoja ju Violet për çfarë keni bërë deri më tash, një heroizëm që Faleminderit, më duket diçka e zakonshme dhe se kam bërë ndonjë heroizëm, duket çdo nën do kishte bërë për fëmijën e vet, çdo qytetar do bëj për shoqërinë e vet, kështu që nuk e di. Qartë, ju falenderoj, ju falenderoj pa mas, çfarë ke të më thuaj? Tashtin shqyqyr që regjia nuk më pa që unë lëviza pa dashur brenda në studio, sepse i di rregullat. Sot, pas asaj festi që u bë tek shkolla me ata fëmijë special, ata kanë menduar që brenda asaj surprizit të ishte edhe një emër special, i Xhaxhi Artur Bejzades. Edhe një herë, hajde të falenderoj. Një kokërmoll. E kanë gdhendur në moll. I falenderoj Ashtu si që për të gjitha ta fëmijë, një moll speciale me emrin e tyre, deshën që brenda kësaj dite speciale të ishte edhe një baba special. Të falenderoj, ju falenderoj që ishim sot në emisionin Ura, falenderoj gjithë nënat që përkushtojnë kohën e tyre dhe vëmendjen, por lavdëroj pafund baballarët, që ndjesin dhe investimin e kanë ata direkt. Pa baballar nuk kemi familje të shëndosh.